Dje zyrtarisht u vendos që 28 dhjetori të jetë data e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Ky proces zgjedhor shënon të katërtin me radhë këtë vit, derisa shpenzimet për zgjedhje kanë arritur kulmin. Hiç më pak se 16.600.000 euro kanë kushtuar buxhetit të shtetit, 2 procese zgjedhore të 9 shkurtit dhe ai i zgjedhjeve lokale të 12 tetorit e balotazhit të 9 tetorit. Kështu ka konfirmuar për Infokuz zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmer Elizi. Ai ka thënë se KQZ-ja pritet të përballet me sfidën më të madhe të vitit. Shtoi këtu edhe pjesën që proceset e mëparshme ende nuk janë mbyllur plotësisht. Derisa problemi më i madh qëndron në faktin se KQZ nuk ka fare buxhet të planifikuar për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Mirë po, sipas tij, KQZ do të veprojë siç është vepruar zakonisht për zgjedhjet e parakohshme. Do të miratoj buxhetin dhe do t'ja dërgojë qeverisë procedurë që është bërë rutinë sa herë që vendi futet në zgjedhje të paparashikuara. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka mjete buxhetore të planifikuara për një proces të ri zgjedhor që nuk është i planifikuar. Në mbledhjen e radhës, KQZ do të miratoj planifikimin buxhetor dhe kërkesën për buxhet ta përcjellë në qeveri. KQZ ka vepruar kështu edhe në rastet e tjera kur kemi pasur zgjedhje të parakohshme në një vit jo zgjedhor, ka thënë Elizi. Pra, në bazë të praktikave të mëhershme, shihet se buxheti për një palë zgjedhje nacionale sillet diku rreth 8 milion euro. Për ta kuptuar peshën financiare, 7.9 milion euro i ka kushtuar buxhetit të shtetit procesi zgjedhor i 9 shkurtit, ndërsa shifrën 10.5 milion euro e ka kaluar procesi për zgjedhjet lokale të 12 tetorit, përfshirë këtu edhe balotazhin. Ende nuk i dihet se sa do ta kenë kostën zgjedhjet e dhjetorit. Megjithatë, mbetet e paqartë se si do të arrihet deri tek ndarja buxhetore, kur tashmë është përndar edhe kuvendi dhe buxheti ka mbetur i pamiratuar.